Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend teksa me nisjen e sezonit të ri politik në Shqipëri pritet të mbërri edhe ambasadori i ri amerikan i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra Eric Wendt, një general me përvojë dikur, por tashmë vjen me kostumin e diplomatit. Për të folur për këtë çështje dhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar General Det Prengën. Zoti Prenga, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Prenga, si e shikoni sezonin e ri politik që do të nis, po themi siç njihet zyrtarisht në thonjza, nga shtatori e tutje, teksa pritet mbërri në Shqipëri, edhe ambasadori i ri Eric Wendt, një general me përvojë, si mendoni çfarë do të sjellë ai në politikën shqiptare? Unë mendoj se si çdo shqiptar, situata politike e sesionit të ri që do të nisë në shtator, në fillimin e shtatorit, nuk do të mund t'i shpëtoj valët përvluse, do thosha, të kësaj vere që po kalojmë, pasi situata dhe zhvillimet politike përpara sa ato të mbylleshin dhe të shkonin me pushime, kam bindje që kështu ka qenë dhe do të vazhdojë më tutje, pa i shpëtuar dot ndikimit të ardhes ambasadorit të ri që ju theksu të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë do ta quaja si një augur të mirë dhe një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për vendin tonë dhe jo vetëm, pasi për shumë kohë vendi jon nëpërmjet përfaqësuesive diplomatike e asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të akredituar në Tiranë është drejtuar me të ngarkuar me punë. Ngritja e nivelit dhe përcaktimi tashmë i ambasadorit të ri me një eksperiencë të gjatë prej 32 vitesh dhe me një karrierë të suksesshme në forcat e armatosura të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, do të thotë që është një vlerësim për Shqipërinë, është një vlerësim për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një vlerësim dhe për rajonin, që tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një vëmendje të shtuar për të mos e lënë jashtë orbitës së veprimit diplomatik Shqipërinë dhe Ballkanin në veçanti. Jam i bindur që do të ketë zhvillime të shpejta, do të ketë zhvillime të pritshme, duke shtuar këtu edhe faktorët të tjerë të brendshëm që janë në zhvillime sipër apo janë në mbështetje dhe interes të qytetarëve. E kam fjalën për protestën e filluar prej 85 ditësh, sfiduar shumë gjëra që nuk janë shumë në favorin e protestuesve, siç është moti dhe temperaturat e larta, por ata kanë vazhduar si nga Tirana, nga rrethet, ashtu edhe mbi gjitha nga diaspora që vërtet kanë ardhur për të vizituar familjet, njerëzit e tyre, por për të bërë pak ditë pushime në Bregdetin e mrekullueshëm shqiptar, por nuk kanë harruar dhe janë përqendruar e kanë gjetur kohë për t'u bashkëngjitur edhe protestuesve, për të ngritur zërin ndaj padrejtësive të shumta dhe të mëdha dhe mbi të gjitha ndaj kërkesës kryesore për dorëheqjen e kryeministrit. Zoti Prenga, me ardhjen e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe nga njëra anë protesta që pritet të intensifikohet, a mendoni se Amerika do të ketë një gjuhë tjetër kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe aq më tepër që Donald Trump dërgon një general si ambasador në Tiranë? Misioni përgjithsisht i trupit diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, kam bindjen që nuk ndryshon ndaj qëndrimeve me Shqipërinë e për Shqipërinë, por edhe ndaj Ballkanit. Jam i bindur, por mënyra e interpretimit dhe e përçimit të këtij mesazhi dhe të këtij misioni, jam i bindur që do të ndryshojë dhe do të ketë një rritje të jashtëzakonshme për sa i përket mënyrës se si një general me mjaft eksperiencë që ka drejtuar trupa brenda dhe jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do di të përafroj dhe të përdor eksperiencën e gjatë të tij në leadership ushtarak edhe nëpërmjet diplomacisë. Pra do t'jetë po të njëjtat qëndrime, po të njëjtat mesazhe, por të thëna disi ndryshe që do të bëjnë që të reagojnë politikanët, klasa politike në Shqipëri. Çdo këtu, siç ju e përmendet, pastaj kam bindjen dhe kështu do të dëshiroja dhe uroj
që shqiptarët në shtator, përfshirë të rinj dhe të red, vajzat dhe djemt që do të vinë në auditoret e universiteteve, të mos i drejtohen atyre auditoreve, por të drejtohen shesheve, shëtitorës dëshmorëve të kombit, për të përcjell mesazhin e tyre dhe për të realizuar misionin për të cilin kjo protest mori spundo dhe filloi si protesta ndaj reagimit dhe dëmeve që po e shkaktoshin flamingo dhe përzonjes së tyre në bregdetin e Zvërnecit. Kështu që në këto kushte për ta finalizuar, unë mendoj se situata politike do të jetë e nxehtë, do të jetë me zhvillime të vrrullshme dhe në interes të demokracisë dhe lirisë në këtë vend. Zoti Prenga, ka zëra të cilat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht se kanë zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama, ish diplomat caktuar, të cilët në një farë mënyrë i kanë kërkuar që të zbusë situatën, në mos të largohet, të gjejë një zëvendësues, po themi në vend të kryeministrit Edi Rama. Në këtë rast, këto zëra që përhapen ose lëvizje të ish diplomatëve nën tavolinë, a mendoni se po përgatisin atë terren që do të sjellë sezoni i ri politik ku Edi Rama do të vihet me shpatulla pasmori në mënyrë që të gjejë një zgjidhje për atë që po ndodh në bulevard apo të plotësojë të kërkesat e protestuesve? Unë mendoj që ai e ka marrë mesazhin që në datën 7 korrik, në takimin që u zhvillu ose samiti i NATO-s që u zhvillu në Ankara, datën 7 dhe 8, ku qëndrimi dhe mënyra e zhvillimit të bisedimeve dy palshe të planifikuara dhe me zbatim korrekt protokolli, u pa që Edi Rama në një farë mënyrë si kryeministri i vendit nuk ishte ai më ku takohesh, përshëndetesh, zhvillonte takime dy palshe dhe ishte në humor të lartë. Pra aty u pa nga të gjithë ne dhe jo vetëm që kush ishte qëndrimi dhe kush ishte përkrahja dhe çfarë ndikimi pati tek ai. Dhe detyrimisht që protesta ka sensibilizuar opinionin jo vetëm mbarkombëtar shqiptar, por edhe ndërkombëtar, në të gjitha rrjetet sociale dhe televizionet dhe gazetat prestigjioze, duke pasqyruar me realitet protestën dhe çfarë ata kërkojnë. Në këto kushte jam i bindur që për fat të mirë të popullit shqiptar rikthehet shpresa dhe algoritmi i patronazhistëve për herë të parë u mund nga algoritmi i protestuesve, cili do qofshin e nga do qofshin, dhe kjo është që ka shqetësuar Edi Ramën së tepërmi dhe ka ndërmarrë një val takimesh me strukturat politike të Partisë Socialiste në përrethe, ku ditën e djeshme ishte ai që u zhvillu në Pogradec, që zgjati jo pak, por 6 deri në 7 orë, dhe kjo tregon shqetësimet dhe dhimbjet e kokës që ka Edi Rama për situatën që ai vet e ka krijuar, ai vet e ka ngritur, ai vet është arkitekti i gjithçkaje që ka ndodhur në 14 vitet e fundit. Zoti Prenga, në përvojën tuaj, duke qenë se ju e përmendët pak më parë dhe nisur nga përvoja juaj, si e lexoni atë takim në Ankara ku mbajt samiti i NATO-s, megjithëse ne kemi diskutuar edhe më herët, por që ato shenja të liderëve të NATO-s atje a tregojnë atë se çfarë po ndodh në raportet me Edi Ramën dhe apo përgatitet faktori ndërkombëtar për të qenë në blok kundër Edi Ramës? Pra, apo i humbet Edi Rama dhe aleatët e tij që deri dje dukeshin të natyrshëm, qoftë edhe në rastin e Erdoganit? Unë mendoj që ajo ishte e lexueshme për çdo qytetar, pavarësisht se në çfarë gjuhe e dëgjon mesazhin apo figurën, por në një farë mënyrë asaj gjesteve dhe mimika apo gjuhët të trupit nuk i shpëton dot askush dhe të gjithë e kuptojnë se tashmë ai e ka humbur këtë mbështetje. E do apo s'do ta kuptoj, ajo përkthehet hapur dhe pa anshmëri për të qenë i drejtë dhe eksakt, unë do thosha që ai këtë mbështetje tashmë e ka humbur, jo ndoshta në masën 100%, pasi qëndrimet e ndërkombëtarëve që përfaqësojnë vendet e ndryshme mund të jenë pak diku
edhe të joshur ndoshta pas në një interesi apo biznesi të lidhur me drejt për së drejti me qeverinë dhe me zotin Rama, ata detyrimisht që jam i bindur që nuk reagojnë në linjën e parë, por e kuptojnë tashmë se kush është e ardhmja politike e tij dhe detyrimisht që në mënyrë graduale e të matur do ta abandonojnë, por për fat të keq në situatën e brendshme përjashtuar protestës opozita që do doja të luante rol kryesor dhe këtë moment ta përdorte si çdo opozit demokratike në botë, nuk e ka përdorur, nuk e ka shfrytzuar dhe vetmja arsye mendeu që nuk e ka përdorur, nuk e ka shfrytzuar sepse ndihet komod në atë oborrin e ngushtë të saj dhe është pjesë e këtyre zhvillimeve politike, sociale dhe ekonomike të vendit tonë, po të mendojmë që kanë qenë të dy këta lider që janë sposot, që drejtojnë klasën politike për mëse 3 dekada e gjysmë, që në 2008 kanë ndryshuar brenda 24 orëshit Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në mënyrë a priori, thjesht dhe vetëm për të varrosur demokracinë dhe për ta përdorur çdo gjë në favorin dhe interesin e tyre dhe të enturazhit që e rrethojnë. Zoti Prenga, për të dalur te gjuha e trupit, siç ju e përmendët, ditën e djeshme kryeministri Edi Rama mblodhi në Pogradec 12 drejtuesit politik të qaqeve të vendit dhe drejtuesit e komisioneve parlamentare me të cilët, siç tha ai, janë diskutuar platformat Besa, prania besnike, por do ndërtohet dhe një platformë që titullohet Pasqyra Albania, domethënë për të qenë transparent me qytetarët në mënyrën e qeverisjes. Megjithatë, në komunikimin e tij Edi Rama linte të kuptojë se ishte shumë i çorientuar, po themi, në mënyrën e komunikimit jo verbal. Në këtë rast, Edi Rama thjesht po bën përpjekjet e fundit me këto takime dhe po shtrëngon radhët sepse e di se cili do të jetë fundi i tij, apo ja ka hedhur gjithsesi. Unë kam mendimin që çdo politikan, por edhe çdo qytetar i thjesht arrin të kuptojë në përputhje me zhvillimet e situatave se cila është pozita e tij në raport me atë çfarë ai ka premtuar përpara se sa ka ardhur në drejtim. Dhe e di mirë që nga 2013 në bazë të premtimeve që ka rrahur gjoksin vetë që do të jem unë ai që do të jap llogari pas 4 vitesh, ajo pas 4 vitesh, por dhe pas 14 vitesh nuk i dha askujt llogari, por përkundrazi ju shtoi zollumin në litarin e varur të qytetarëve dhe të popullit shqiptar, e mbi të gjitha rriti dhe shtoi arrogancën e skajshme dhe gjuhën e ashpër dhe të drujtë të komunikimit me qytetarët e vet. Deri në ato nivele, sa si rrallë herë në ndonjë vend demokratik me minimumin e saj, arrin kryeministri të intimidoj, të përdor fjalor rruge me qytetarët e vet, të cilët është përgjegjës, për të cilët ai ka detyrimin dhe obligimin t'i trajtoj si qytetar jo të kategorive të ndryshme, por si çdo qytetar, pasi ai është lideri i këtij vendi i zgjedhur ose jo, por të pakën për sa kohë është i zgjedhur, ai ka detyrimin dhe obligimin që të reagojë në mënyrën e dur, sepse është njeri publik dhe gjithë përgjegjësia dhe përgjegjshmërinë duhet ta ketë që për të përgjigjur këtyre qytetarëve në mënyrën e dur, në më të paktën për të mos i fyer, për të mos i intimiduar, për të mos përdor fjalor e një rrugaqi, sepse është shembulli më i keq i mundshëm që ju jep qytetarëve ata që janë edhe besojnë tek ligji, te drejtësia. E për mua në të gjitha ato dy faktore që ai përmendi, si manifestin Besa, ashtu dhe pasqyrën që ju thatë, por edhe dëgjimin e qytetarëve për problematika që kanë, tashmë është thjesht dhe vetëm një propagandë dhe nuk ka asnjë lloj mundësie për të përdorur më. Besa e shqiptarit ka qenë, është do të mbetet një nga vetit dhe virtytet e rralla dhe të spikatura, me të cilat ne identifikohemi, por ka qenë atëherë kur nuk kishte kushtetutë Republika e Shqipërisë dhe ka patur krejt tjetër kontekst, këtë tjetër efekt, këtë tjetër mënyrë përdorimi, pasi ka qenë i orientuar si shoqëria shqiptare është drejtuar dhe ka funksionuar mbi bazën e kanuneve që kanë qenë i Lekës, i Skënderbeut, i Maleve, i Ogjaqeve, i Labris, por ka qenë kushtetuta e asaj kohe. Sot nuk mundet më të kthesh ti dhe të bësh një manifest të thush Besa,
kur ti ke një kushtetut, ke aktet e tjera nënligjore që burojnë nga kushtetuta dhe duhet të qëndrosh besnik kushtetutës të Republikës Shqipërisë. Dhe nuk ka më kur besën shqiptarët ja kanë dhënë kryeministrit para 14 vjetësh dhe 14 vjet kanë qenë më së mjaftueshme për të paraqitur çfarë kryeministri ka bërë vendit dhe përmëtutje qytetarëve e për më larg kombit shqiptar, me qëndrimet, me vendimet, me reagimet brendshme edhe të jashtme. Ja ka dalë më në suksesshëm, do thosha unë, që të dështoj në çdo plan të veprimit dhe të premtimeve që ka dhënë në të gjitha llojet e fushatave. Mbase nuk kemi kohë, mbase nuk është vendi dhe nuk jam unë person i dur, por në përgjithësi si një qytetar i këtij vendi e prek çdo ditë se çfarë e si është shteti shqiptar. Po marr vetëm një shembull. Vetëm 10 mallrat e domosdoshme jetike të shportës, për të cilat ta nuk do të ketë TVSH. Sot, për fatin ton të keq, ajo vetëm që nuk i ka heq, por përkundërzi i ka shtuar duke rënduar barrën e taksave tek qytetarët pa pyetur për asgjë. Imagjino që së fundmi mos gabohem, ka dalë një vendim i qeverisë që ministrave që shkojnë e vinë u ka bërë dietën për 2 vakte 150 euro. Si është e mundur në hotele me 5 yje ku përfshihet mëngjesi 150 euro vetëm për konsum të 2 vakteve kur mbi 400.000 shqiptar i ka me pak se me 150 euro në muaj. Ku shkon, ku e bën këtë llogari? Pra ja ka dalë mend për para ndërkombëtarëve deri tani të ngrejt 2 Shqipëri, një virtuale e një reale. Atje ka shitur atë virtualen. E po të marrim si shembull, po të futim në elementet e sigurisë, që janë siguria politike, siguria ushqimore, siguria shëndetësore, ka të gjithë elementet e sigurisë që na duhen e na shërbejnë në aktivitetin ton 24 orë. Çfarë mjafton e çfarë duhen 4.2 milion euro që dha Kanye Westit ja dhuroi për një koncert, kur ti nuk ka rëndësi, nuk i dim faktet, nuk i dim rrethanat, nuk dim vendimin e Force Prayer derisa dale, por u ekzekutu një djalë i ri, një turist në Bregdetin shqiptar. E kush bën më shumë propagandë? A një koncert apo një vrasje makabër nga turistët që vinë për të vizituar Shqipërinë? Pra, kjo do të ishte elementi me cilët duhet kapet kryeministri, duhet kapet strukturat e shtetit shqiptar, me sigurinë në vend. Kjo është përgjegjësia dhe përgjegjshmëria e tyre dhe kjo duhet të ishte. Nuk është për ta shitur, ka shumë faktorë të tjerë dhe të brendshme të jashtme, duke marr vetëm një aspekt, reagimin ndaj propagandës dhe ndaj deklaratës të ministres serbe për popullsinë e Republikës Shqipërisë në Republikën e Kosovës. Po pastaj edhe deklarata gjatë vizitës së Zelenskit në Beograd. Edhe së fundmi vizita e kryeministrit Maqedonës në Pustec është e pafalshme. Edi Rama i kalon me deklarata në përgjithësi sikur ka ndodhur diku në një pjesë të globit dhe nuk ka ndodhur në territorin shqiptar. Këto janë qëndrime për të cilat duhet mbaj përgjegjësi ata të cilët janë caktuar, janë zgjedhur apo janë emëruar në këtë të dyra. Është e pafalshme të vinë të dhunoj brenda territorit e tërësisë territoriale shqiptare dhe në një ceremoni zyrtare, duke qenë prezant dhe kryetari i bashkisë, të mos luhet himni kombëtar. Unë nuk mund të kuptoj se çfarë do të ndodhë tjetër. Po, çfarë tregojnë të gjitha këto, teksa ka edhe një përpjekje dhe në një farë mënyrë një lloj dakordësie mes Shqipërisë dhe Serbisë për të hapur një konsullat serbe në Shkodër? Të gjitha këto për fat keq flasin pra atë pjesë që ata të zgjedhurit tan në krye të qeverisë, në politikën e jashtme kanë vepruar dhe vazhdojnë të veprojnë me urdhra, për fat keq uroj të mos jenë njerëzit e rekrutuar dhe mirë paguar të Serbisë, të cilët ne kemi gabuar për votën që u kemi dhënë apo edhe për detyrat që mbajnë, dhe për fat keq vazhdon fryma e protestës tek ne, akoma nuk është ajo që duhet të ishte, pasi ka shumë dëme që janë shkaktuar këtij vendi dhe vazhdojnë me pa përgjegjshmërinë për të ardhur pastaj deri tek edhe realizimi pse jo i projekteve të
vendeve të huaja, por që të realizohet nëpërmjet dorën e vetë shqiptarëve. Ndërkohë është rikthyer në opinionin publik dhe në vëmendje të diskutimeve ngritja e shtetit Bektashi, ku sipas një media franceze po realizohen detajet e fundit për ngritjen e këtij shteti në Tiranë. Çfarë synon Edi Rama me ngritjen e shtetit Bektashi dhe kush fshihet pas ngritjes së këtij shteti? Unë kam të vështirë si një qytetar i këtij vendi për të dhënë definicione fundore apo për të nxjerrë konkluzione, për sa kohë ne nuk kemi ndonjë informacion të detajuar vërtet se ku synohet, çfarë duhet bërë, pse realizohet, por unë doja të kujtoja vetëm thjesht një shprehje që është e shkruar, mos gabohem tash, në kujtohet në një objekt kulti në Detroit, që thot: nuk ka fe pa adhe. Kështu që kjo mendoj si i presupozon dhe i përmbledh të gjitha ato që do të donim ne të realizoshim. Kush janë pas saj, pse duhet qëllimi, kush është qëllimi, kush është misioni, kjo është krejt e vështirë për të thënë në këtë moment aktuale, në këtë stad të zhvillimeve që jemi në këtë drejtim, për sa kohë nuk ka asnjë lloj reagimi, asnjë lloj qëndrimi, paçka se ndoshta vetë ata, vetë Edi Rama dhe dikush tjetër që jam i bindur që qëndron pas këtij projekti, është shumë më i largët, mendoj unë, ata po vazhdojnë të punojnë dhe ndoshta parashikohet që edhe shumë shpejt të shpallet, por unë do thosha që të gjitha këto janë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me nenin 1 dhe shumë nene të tjera që presupozojnë që shteti shqiptar është unitar dhe i pandashëm. Për vetëm për këtë po të marrësh, jam i bindur që Edi Rama ka bërë dhe më parë veprime të tilla. Ndoshta nuk ka njeri që t'i ndaloj dorën, sepse edhe ndërtimi i kampit të refugjatëve në Gjadër është cënim dhe dhunimi i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe për fat keq këta jo pa qëllim kanë më se 32 vjet që e kanë shmangur referendumet popullore. Pra për çdo vendim që hidhet në diskutim tërësia territoriale e shtetit shqiptar, e vendit tonë, në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e vetmja zgjidhje dhe mendoj unë do të jetë referendumi që i largon nga përgjegjësia vendimmarrësit me koka të nxehta dhe jashtë arsyes e mendjes së kthjellë. Nuk e di se kush do të jenë zhvillimet e ardhshme, ajo edhe mund të realizohet për sa kohë ne udhëheqësit i kemi të tillë që nuk marrin përgjegjësi e nuk japin askujt llogari për vendimet që marrin, qoftë edhe në kulisa, poshtë tavolinave, pas perdeve, pa pyetur e pa u interesuar se kush është e ardhmja e shqiptarëve, a do të ekzistojë tërësia territoriale e këtij vendi që Evropa e la 2/3 e saj jashtë kufirit ekzistues, e vetëm 1/3 në kufit aktual, pra siç quhet ajo e famshme Shqipëri londineze. Këto ngelen për të parë dhe unë do të uroja, do të shpresoja dhe do të dëshiroja si çdo qytetar i këtij vendi të mos merren vendime të nxituara në çast për momentin për interesa okulte, por të qetësohen, të ulen e të mendojnë thellësisht, të t'i referohen akteve ligjore që ka ky vend, akteve themelore duke filluar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Zoti Prenga, a nuk mendoni se shteti Bektashi mund të krijojë një precedent të tillë për Serbinë, e cila mund ta marrë si referencë për veriun e Kosovës dhe të krijojë atë përplasje të madhe, po themi, sa i përket çështjes së veriut të Kosovës në raport me Prishtinën? Për fatin tonë të keq, mënyra se si diplomacia shqiptare ka luajtur, do thosha për 35 vite, pavarësisht se kush ka qenë në krye të diplomacisë, mendoj se i ka shërbyer më së miri planeve të kahershme Çubriloviçiane dhe jo planeve dhe perspektivës së shqiptarëve, jo vetëm të Shqipërisë,
por të gjithë shqiptarëve në rajon. Ka qenë si një thik pas shpine në kurriz e në dëm të shqiptarëve, kryesisht të atyre në Republikën e Kosovës, e të Luginës Preshevës, e në Malëzi, apo edhe në Maqedoninë e Veriut. Do thosha që për fatin tonë të keq, kjo nuk është diplomaci, kjo nuk është politik, por ka një emër dhe në qoftë se do të realizohet dhe do të vazhdojnë këtë format, kjo quhet dhe mbetet e ka një përsaktim që ajo quhet vetëm tradhti. Zoti Prenga, dhe i pyetja e fundit, a mendoni se Edi Rama mund të kryej ndryshime në kabinetin qeveritar me nisjen e sezonit të ri politik në mënyrë që të tensionojë situatën e krijuar nga protesta, apo mendoni se këto lëvizje nuk pinë më ujë, sepse tashmë jemi njohur me Edi Ramën që sa herë ka i krizë politike të tillë bën ndryshime në qeveri dhe duket sikur lëshon dikë, sjell element të ri dhe në fakt në fundore nuk prodhon asgjë. Unë mendoj se situata dhe pa përgjegjshmëria e leadershipit të tij personal dhe marrja veshja e të gjitha llojeve të pushteteve tashmë më duket si një anije që ai vërtet është kapiteni, por ajo po vazhdon të marrë ujë dhe e shoh drejt fundit të detit, pa çka se mund të bëjë çdo lloj retushimi në qeveri, çdo lloj ndryshimi, çdo lloj lëvizje. Tashmë unë them që e ka përsaktuar vetë fatin e tij në politik. E nuk mund të përbëjë, nuk mund të shpëtojë, e nuk mund të sjellë asnjë lloj ndryshimi e asnjë lloj të situatës, asnjë lloj qetësimi të shqiptarëve, një qeveri me emër tjetër, qoftë edhe vetë si kryeminist po dha dorëheqjen, qoftë edhe me ndryshimin e gjithë kabinetit. Pasi nëse nuk ndryshon ajo që është thelbësore, aktet ligjore mbi të cilat merren vendimet, pra siç është pjesa e kushtetutës, pjesa e ndarjes së pushteteve, pjesa e balancimit të pushteteve. Jemi mësuar dhe shohim, është jo e normale që ne të shohim një parlament me të zgjedhurit e popullit që presupozohet përfaqësojnë ne, ata janë kthyer thjesht dhe vetëm, ne i themi gjuhën ushtarake pupace, ose sot po i themi një robot, që i jepet urdhët ngrej kartonin jeshil dhe ngrej kartonin jeshil, i jepet urdhët ngrej kartonin e kuq dhe ngrej kartonin e kuq, kështu që nuk ka as krimtari, nuk ka as interesa mbrojtje e interesave, nuk ka as nivel përfaqësimi, nuk ka për fat keq as nivel intelektualizmi në parlamentin shqiptar. Edhe do thosha që nga 2019 parlamenti shqiptar vetëm fjalën ka, pra fjalën flas si parlament, por për fat keq roli dhe misioni që ai parlament i është besuar dhe duhet luaj është zero. Ka kaluar në dorën e një personi i cili menaxhon, urdhëron, vendos për gjithçka. Të tjerët për fat keq janë jashtë loje, pa fol për integritetin e tyre, për dinjitetin e tyre, për personalitetin e tyre, sepse nëse do t'i kishin këto, nuk do t'ishin në atë gjendje që janë, dhe detyrimisht që për sa kohë nuk sillen në mënyrën dhe personalitetin që kanë, ata e kanë dorëzuar personalitetin dhe dinjitetin dhe nuk pyesin për asgjë, thjesht dhe vetëm duhet të mbajnë një pozicion dhe gjithë privilegjet që këto kulturë kanë t'i përfitojnë. Natyrisht që Edi Rama nuk e ka kursyer dorën, por është treguar shumë bujar me të zgjedhurit, të emëruarit, me të cilët mund të ketë bën edhe çoka, por mund të ketë bën edhe privilegje, mund të ketë bën e mund t'ju bëjë edhe presion për të miratuar ato çfarë ai dëshiron. Kjo nuk është demokraci, për fat keq, kjo do të thosha unë është një autokraci që i shërben vetëm një elite, nëse do ta quaja kështu, të zgjedhur apo të emëruar dhe nuk pyet për qytetarët, të cilët kanë 1001 probleme, por nuk dinë se ku të trokasin. Për fat të keq, nuk kanë as derë për trokitur, që tashmë na i kanë mbyllë në një farë mënyrë nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe nëpërmjet kryerjes së shërbimeve në mënyrë elektronike, që për fat keq një pjesë e mirë, edhe po të pyesësh sot se sa përqind të sipërfaqes Shqipërisë zë interneti funksional, atëherë aty kupton se sa mundësi kanë njerëzit për të kryer veprimet në mënyrë elektronike. Zoti Prenga, unë ju falenderoj që ishit në Agora News.
Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.